Cilat kontrata janë të rrezikshme edhe kur duken të zakonshme? Kontrollat e tilla të para në vend e parë ndonjë kontrata të janë të shkruara shkurt, pra një faqe kontroll për qindra mijëra euro drejt edhe detyrime aty. Pra kjo gabimi i parë, ku nuk po du me kufizu komplet në aspekt teknik, mi po kur e ka një faqe i vjen që nuk ka shkruar kur gjë. Janë veç subjekte të tjerë dhe çka janë drejt edhe detyrime. Tjetër problem, që është tepër problem, janë kontratat me miq, familjar dhe ngjashëm. Në zonë them që nuk duhet të bërë kontrolla me ta persona, mirë po këto kontrata zakonisht në mesin të padetajuara, sepse janë kryesisht në mirëbesim, ndërsa fatkeqësisht posaçërisht dhe janë pikërisht këto kontrata që nesër kthejnë një bum, nëse kisha me thonë juridik, gjë që është vështirë edhe të fitohen edhe humbjet financiare janë të pallogaritshme. Kështu që uluni pavarësisht a është familjar apo mik, shkruani secilin detaj sepse është pikërisht ajo copë letër e cila do ta ruajë në mënyrën më të mirë të mundshme qoftë miqësinë tuaj, qoftë lidhjen familjare e kështu me radhë. Pra shkruani dhe shkruani në detaj.